Përshëndetje miq, ju kam sjell krepa me hithra miell misri. Doli fantastike kjo recet, mos e lini pa provuar. I mbusha me mozzarella e prosciutto cotto. Shikoni me vëmendje se kjo është një nga krepat që nuk më shprishur, e fundit fare. Po megjithatë nuk ka rëndësi se del shumë e shishme. Pse do thoni ju që janë prishur krepa? Sepse është vetëm me miell misri, po t'i hidhja pak miell gruri, do lidhesh më shumë, domethënë brumi, por unë e preferoja pak glutine. Pra, në një mikser 1 gotë kallçuku miell misri, 1 gotë me qumësht, 2 kokra vezë, 2 goda me pesto hithri. Këta e kam përgatitur që 10 dhe ishin të fundit, i nxora mbrëm, u shkrin dhe i kisha gati sot për krepat. Jo dha dhe pak krip, diganin nga ato që nuk gjite lyeva vetëm me vaj ulliti, mund ta lyeni dhe me gjatë dhe filloj me hedhin përbërësit, gjysmë gotë e kallçuku, jo më shumë. Këtu është gjithë ajo, domethënë sekreti, duhet ta lëjmë me ngadalë, të piqen me ngadalë dhe siç e thash, mu prishën krepat. Por aman, nuk ka problem, i ngjita copa dhe dolën fantastike. Kështu që një shtres me krepa, një shtres me prosciutto e mozzarella dhe kështu vazhdojmë procesin derisa të mbarojnë të gjithë përbërësit. Tepsinë e vogël e lyeva me vaj ulliri, nëse preferoni me gjap, lyeni me gjap, shikoni krepat si janë prishur, po si që thash më parë, nuk ka shumë rëndësi. Nëse doni ta provoni këtë recet, hidhni pak miell gruri që të lidhen mirë krepat. Megjithatë, siç e shikoni, lyeva pak me vaj ulliri, vura 1 letër furre, pak letër alumin për 20 minuta 200 gradë. 10 minutat e para lash të mbuluar, e hoqa letrat dhe lash 10 minuta të tjera dhe ky është rezultati kur thot Eli, ç'a tash me sy. Ju përshëndes, ciao ciao.